Ky kampionat botëror ka prodhuar edhe një replik, një përplasje, një përballje për çështjen e FIFA-s. Ndeshja mes Marokut dhe Argjentinës, anullimi i një goli, Egjipti kundër Argjentinës. Egjipti me këtë, pati një përplasje të trajnerit, hodhi akuzat forta për FIFA-n, duke pretenduar që ju doni vetëm të çoni Argjentinën drejt finales bashkë me Leo Messin. Është vërtet kështu, Ledio? FIFA dhe arbitrimi, vari, kanë qenë në kushtet më të mira, apo ka kritika? Jo, absolutisht. FIFA erdhi në këtë botëror me risi. Domethënë, e nisi këtë botëror duke zgjeruar numrin pjesëmarrës të skuadrave, vuri rregullat të reja për sa i përket efektivitetit të lojës, pra mosvonesave të lojës, dënimeve të lojtarëve kur ata mundohen të vonojnë lojën, rivënjet e portierit, rivënjet fundore të portierit ishin me sekondazh, pra të përcaktuara brenda një kohe të përcaktuar. Pra, të gjitha këto në ndeshjet e para ne tifozëve na bën të dukeshin sikur kishin gjetur le të themi atë modulin e duhur për ta bërë edhe më atraktiv futbollin. Me kalimin e ndeshjeve u vun re edhe problemat. Problematika që janë shfaqur edhe më përpara me përdorimin e varit, i cili në një lloj forme, edhe pse varet nga arbitri kryesor, sërish ka një lloj mos rakordimi në kohë me vendimin që mund të marrë ai që është në përpara ekranit dhe me vendimin që mund të marrë ai që është brenda mfush. Përplasjet e para nisën që me ekipin e Iranit. Pra, Irani u eliminua nga botërori për shkak të polemikave që u krijuan në një gol në fund të ndeshjes. Anullimi i atij golit më pas e eliminoi Iranin. Irani akuzoi më pas FIFA-n që po e komploton situatën për të larguar Iranin dhe ndodhi e çuditshmja që dy skuadrat të cilat luanin në të njëjtin grup me Iranin, vetëm barazimi i njërës dhe tjetrës në ndeshjen përballje direkte nxirrte Iranin nga Kupa e Botës. Dhe ndodhi pikërisht barazimi ajo ndeshje. Dhe ndeshja u barazua midis Algjerisë dhe Austrisë, mos gaboj, kanë qenë në grup me Argjentinën, u barazuan minutën e 97, madje edhe pamjet që jepnin në ndeshje tregonin për një lojtar, Riyad Mahrez, i cili shënoi golin dhe teksa festonte, shokët e skuadrës ja parandaluan këtë lloj feste në thonjza, duke i thënë që ç'a bëre se do përballemi me Spanjën. Kryet 10 apo 15 sekondave Austria barazoi dhe të dyja dolën të kënaqura. Pra që këtu pati një shkëndi. Pastaj, kjo që ju përmendët, Egjipti me Argjentinën është e fundit. Këtu ka pasur, domethënë, ngjarje të cilën e kemi cilësuar jo vetëm vjedhje, por ishte një gabim aq amatoresk i arbitrave në ndeshjen Portugali-Kroaci, saqë arritën që të merrnin për bazë prekjen e topit nga një fije floku. Pra, menduan që lojtari i Kroacisë është në pozicion jashtë loje për shkak se lojtari tjetër përpara se të pasojë topin kishte prekur topin me fijen e flokut, sepse dua të dalë këtu dhe të ndalem, sepse FIFA ç'a bëri këtë vit propozoi edhe topin e ri të botërorit me sensor brenda, i cili kapte edhe prekjet më të lehta të mundshme. Në këtë pikë ata ndoshta nga ana marketingut e nxorën edhe e prezantuan si një arritje të madhe, por në të vërtet aty u pa qartazi që topi nuk ishte prekur, sepse futbolli nuk mund të jetë kaq sport eksakt. Dhe u eliminua Kroacia. Pas saj Argentina në ndeshjen me Egjiptin, për të ardhur aty ku thoni ju. Unë vërtet jam tifoz i Leo Messit, e ndjek Argentinën prej shumë vitesh. Argentina këtë vit ndoshta e favorizuar nuk mund të quhet, po në disa episode arbitrat kanë qenë, le të themi, më shumë pro saj se sa kundër saj. Që në nisjet botërorit u diskutua me të madhe një karton i kuq i pa dhënë për Lionel Messin, gjë që në ndeshje të tjera lojtarëve të tjerë u ndoqën standarde të tjera. Pra, Messi ndryshe, të tjerët ndryshe. Tani, të rrim shtrëmë dhe të flasim drejt, nëse Messi do dilte me të kuq, Amerika do humbiste shumë para. Nëse Argentina do eliminohej, në stadium do binte edhe numri i kërkesave për bileta. Pra, në një lloj forme, botërori vërtet luhet në fushë, por luhet edhe jashtë fushë. Dhe FIFA ka shumë interes që lojtarët edhe skuadrat e mëdha të shkojnë deri në fund të këtij kompeticioni për shkak se shikueshmëria është edhe më e madhe. Në ndeshjen e Egjiptit me Argjentinën, unë besoj që anullimi i golit të Egjiptit ishte totalisht korrekt.
madje presori mund të ma konfirmoj, është një marrje topi me faul, pra lojtari i Egjiptit shkel lojtarin e Argentinës. Problemi nis nga koha kur ndodh faulli deri te momenti kur shënohet goli, pra nuk ka një ndërprerje të aksionit të Egjiptit, i cili përfundon me gol. Dhe ky është problemi, që unë kam shënuar gol dhe ti e shikon në VAR e ma anullon golin edhe e faul për Argentinën. Pra, 2 të këqija në të njëjtën kohë për Egjiptin, 2 të mira në të njëjtën kohë për Argentinën. Përpos kësaj, unë mendoj që Egjipti eliminoi veten, sepse kishte në dorë një rezultat 2-0, se ndeshja u bë sërish 2-0 pas anullimit të ndeshja se dua shumë te golit. FIFA, ne kam të përqendruar pyetjen te FIFA. Por trajneri i Egjiptit kam përshtypjen që duhet kishte marrë më shumë masa për të mbrojtur ndeshjen në 90 minuta dhe ato mbrojtësat kur krosoi topi dhe goli i parë i Argentinës të mos shikonin lojtarin e Argentinës si shënonte, po të ndërhynin, apo edhe qofte edhe te goli i dytë, apo edhe qofte goli i tretë, se sa të merren me situata të tilla duke bërë duart me kryq për shembull, apo gjeste të cilat nuk i shkojnë një lojë futbolli, sepse zëvendës trajneri i Egjiptit doli në fushë dhe gjëmonte Mesin për ta goditur. Gjë që nuk e lan ndihmësit e tij, por janë disa sjellje të cilat duhen të jenë pak më të moderuara në lojë, se i bie që me këtë logjik që ndoqi Egjipti, kroatët duhet t'i merrnin përpara me arbitra edhe me portugez. Janë sjellje të cilat vinë si pasojë që ndoshta trajnerët e kombëtarëve të ndryshme kanë vërejtur që